Furxhiu hodhi idenë ndërtimit të pallatit të sportit në Fier dhe u bëri thirrje deputetëve firak, qeveritarëve dhe kryeministrit t'i kthejnë syt nga Fieri dhe të investojnë për sportin firak. Është një moment shumë interesant, shumë i këndshëm, shumë emocional, shumë i bukur që ne jemi mbledhur si qytetarë, si skuadro, si sportist, si sportdashës, si të afërm, si miq, si qytetar firak, të festojmë së bashku 50 vjetorin e Ervison Gallanit, kapitenit të skuadrës të Apollonisë, të fundorit, të organizatorit, të gjurësit nga distanca, do thosha të lojtarit ndoshta nga më teknikët që ka parë ekipi i Apollonisë. Ne bëjmë zotin mbar që të mblidhemi gjithmonë kështu për gëzime dhe shpresoj që takimi më të afërt që do kemi të kësaj natyre të mund ta zhvillojmë në pallatin e sportit, në pallatin polifunksional që nuk jam një person zyrtar, nuk jam i autorizuar, por ju them vetëm kaq. Është në embrion, është në fjalë, është duke zhvilluar një projekt madhështor. Fieri mund të ndërtojë pallatin e sportit polifunksional, ndoshta më të miri që ka Shqipëria, dhe ndoshta nga më të mirë të Ballkanit. Është një moment shumë interesant, nëse Zoti do të tregojë vëmendje ndaj nesh, atëherë ky program, ky projekt do të bëhet realitet. Me këtë rast, meqense kemi edhe një media kombëtare, unë e falenderoj zotin të Trim, të deleguarit të sportit, edhe zotrin të televizionit Apollon, po i them vetëm kaq. Të nderuar deputet, pushtetar, njerëz me mandat politik, njerëz me mandat legjislativ dhe ekzekutiv, i nderuar zoti sekretari i parlamentit, zoti Fatos Bea, i nderuar zoti kryeministër, zoti Sali Berisha, tregoni kujdes dhe vëmendje ndaj Fierit, se Fieri, ai qytet ju jep me 10 dhe me qindra vota kur ju keni nevojë për fushatat elektorale, kur të gjithë deputetët e gjithë kategorive i vjen gjoksit për Fierin. Fieri është një qytet që zemrën e dytë, një rreth potencial e tjera, deri më sot është ngelur në arrest. Shikoni ceremoninë e sotme, me çfarë kushte e zhvilluam, kur ne duhet të gëzonim në një pallat modern të ndriçuar me koncert artistik për mos e zgjatur. Tregoni vëmendje ndaj Fierit se Fieri e meriton. Ju falenderoj. Në tingujt e muzikës, këngës dhe humorit, kaloi kjo mbrëmje e paharrueshme për nder të 50 vjetorit të lindjes të basketbollistit